Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellur pranë jush në fakt ngjarjet, diskutimet që po ndodhin jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Do të ndalojmë tek një ngjarje që ndodhi mbrëm. Banori i cili sipas votave të publikut ishte banori që do të lindte shtëpinë Shkëlzeni. Shkëlzeni ishte banori që mbrëm ishte votuar për të dalë nga shtëpia. Po t'i hedhim një sy Instagramit të Shkëlzenit edhe të bëjmë një analizë të ftohtë në këtë situatë, ka reagime të ndryshme ku njerëzit, shqiptarët e kanë favorizuar, e kanë mbështetur Xhenin para se ai do të dilte nga shtëpia, duke i dërguar drona, por njëkohësisht edhe duke goditur me hashtagga në Instagramin e tij, duke votu pafund për Shkëlzenin që të qëndrojë brenda në shtëpi. Shumica amendsojnë që dalja e Shkëlzenit ishte e punuar nga produksioni, ishte një dalje e goditur nga produksioni, nuk ishte një dalje me pëlqimin e fansave. Për shembull, kemi reagime si këto: "Më ke surprizuar në këtë Big Brother. Aq sa i kisha zeruar të gjithë, isha tim Xheni." Do me thënë, thot, jam surprizuar dhe u dashurova në ti. Tim është një lloj grupi. "Jo për shkak të njohjes, por se të pas kam njohur shumë pak." Thot, edhe pse pas ke qenë çun Flori, me Norma dhe Danoc, se kështu e shprehim çunin e kompletuar ne nga Tirana. Për shembull, në mbështetje të Shkëlzenit, një mesazh që i ka ardhur në orën 1:15 të natës. Pastaj ka nga këto "të kam xhan Shkëlzen", "Oh my god, sa e pa drejt është turp" nga ana e produksionit. Reagimi tjetër është kjo: "Nuk e meritoje të dilje sot Xheni, i ke dhënë shumë pozitivitet asaj shtëpie, një mik i vërtet zemre." Më pas është shkrimi tjetër: "Pozitiviteti asaj shtëpie ishe djali drejt dhe me zemër të madhe. Super duo keni qenë bashkë me Gjestin. E sigurt që do të mungosh shumë, sepse tek ti gjeti atë shokun që i mungonte aty brenda." Më pas është kjo: "Xheni nuk e meritonte të dilte përpara disave të tjerëve aty. Mbret bravo për djalin që ke treguar se je." Më pas e kemi tjetrën: "Mos të vi keq se ke fitu dashurinë e publikut, atë që disa persona që po qëndrojnë aty edhe një javë më shumë nuk do ta kenë. Jepet hapësira bishpullumit dhe akoma promovohet, ky është realiteti në vendin tonë." Do me thënë, këtë e kanë për Viserlon, sepse ne të gjithë ishim të bindur që banori i cili do të lindte shtëpinë ishte Viserlo, nga që Shkëlzeni ka patur më shumë fansa, ka patur më shumë drona, ka patur më shumë mbështetje dhe çuditërisht e pabesueshme. Shumë mbrojtje, shumë mbështetje ka. "Tropoja dallohet për njerëz të fortë", shkrua njëra, "me karakter të palëkundur dhe ti ishe një prej tyre. E tregove veten me dinjitet dhe me qëndrim të pathyeshëm. Loja mbaroi, por vlerësimi mbetet." Më pas, këto janë të gjitha, do me thënë, të pranuara në Instagramin e Shkëlzenit, ku Shkëlzeni veti pranon këto taga: "Skandali i radhës, eliminimi i djalit më të mirë të shtëpisë, turp produksionit." Më pas është tjetra: "Të mirët i merr publiku, qëndron edhe sonte." Më pas kemi hashtagun tjetër, i cili është pranuar në Instagram të Shkëlzenit: "Të paktën ka treguar super vlera në atë shtëpi, ka treguar burëri mbi të gjitha dhe karakter që jo të gjithë e kanë. Ka qenë dhe aktiv për më tepër të gjithë ditët që ka ndenjur, ka pas edhe shumë argumente, debate dhe energji pozitive, për aq ditë sa ndenje na kënaqe, suksese të mëtejshme. Nuk e meritoje të dilje sot Xheni, i ke dhënë shumë pozitivitet asaj shtëpie, je një mik i vërtet. Ti je kampion i vlerave të ralla që shihen sot te një djalë në moshën tënde. Që të jemi të qartë, Xheni kur nuk ka hyrë në atë program për të fituar ca para që në fund as merren as premtohen. Xheni i ka pas të gjitha në gjithë jetën këto mundësi dhe shumë e më shumë se kaq. Si që ka thënë ai vetë, ka hyrë për të treguar vlera njerëzore, djalin e mirë dhe punëtor që është intelektin e tij, zemrën e tij të mirë që pavarësisht çdo të mirë materiale që ka pasur gjithmonë, kur nuk e prishi zemrën dhe ka mbajtur njeri me çdo kush që donte të kishte në jetën
që jetonte dhe shumë mbështetje të madhe për Xenin, të cilat vazhdojnë të pranohen në Instagramin privat të Xenit. Siç duket, edhe Xeni është i lënduar që në fakt ka dalë nga shtëpia. Do të thënë, këto ishin reagimet të cilat po bëhen publike në Instagramin e Shkëlzenit, i cili tregon që është disi i lënduar dhe dyshon që kjo dalje mund të ketë ndodhur nga produksioni, derisa i pranon këto hashtagat, do me thënë e le të gjuhet fjalën me shtis drejt produksioni. Do kisha dashur të marr mendimin tuaj. Si mendoni ju, Shkëlzenin e nxori vërtet publiku, apo u luajt një lojë që të mos dilte Visello mbrëm dhe se pastaj Visello do ta merrte si lloj kërcënimi që e mbroni gjestin, dhunusin dhe më nxirrni mua?